Moderatorja e njohur Marina Vjollca ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj me disa postime të reja në rrjetet sociale, ku ka treguar se këto ditë ndodhet në Prishtinë. Ajo ka zgjedhur ta ndajë me publiku një pjesë nga momentet e saj të përditshme në kryeqytetin kosovar, duke e sjellë këtë herë në një version të mbuluar nga bora. Teksa flokët e bardhë kanë pushtuar rrugët dhe sheshet e qytetit, Marina është shfaqur e qeshur dhe plot emocion, duke reflektuar një energji pozitive që i përshtatet natyrës së saj. Pamjet e saj kanë marrë komente të shumta nga ndjekësit, të cilët e kanë komplimentuar për thjeshtësinë dhe hijeshin që përcjell. Në fotografitë e publikuara, ajo shihet bashkë me vajzën e saj, duke shijuar atmosferën e ngrohtë familjare edhe mes të ftohtit të dimrit. Për të plotësuar momentin, Marina ka vendosur në sfond një nga këngët më të dashura të bashkëshortit të saj, Gjeto Arselimit, të dedikuar pikërisht Prishtinës, gjë që i ka dhënë postimit një ndjesi të fortë nostalgjie dhe dashurie për vendin. Këto imazhe nuk kanë kaluar pa u komentuar nga publiku, pasi tregojnë jo vetëm lidhjen e fortë të Marinës me qytetin, por edhe harmoninë e saj me familjen dhe përjetimin e thjeshtë të momenteve të vogla, të cilat shpeshherë kanë vlerën më të madhe. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.